40.000 zarfe kanë bërritur në KQZ vetëm në 2 ditë duke e çuar numrin e votave që janë hedhur nga emigrantët në 132.000 të tilla. Me këtë situatë rezulton se kanë mbetur vetëm 86.000 zarfe pa u kthyer ende. Ndërkaq duket se procesi ka përfunduar nga shtetet e largëta, ku janë regjistruar me nga 1 ose 2 emigrantë të cilët tashmë e kanë bërë zgjedhjen e tyre. Vetëm nga Italia janë dorëzuar 60.000 zarfe nga 91.000 të regjistruar, ndërsa në vend të dytë renditet Greqia edhe pse prej aty janë kthyer vetëm 20% e totalit. Në vend të tretë renditet Gjermania, ku mbeten ende në proces 8.000 zarfe, dhe Shtetet e Bashkuara, ku sërish ende nuk janë kthyer në më pak se 20% e fletëve të votimit. Megjithatë, KQZ ka bërë të ditur se tashmë 220.000 zarfe u toroqën deri të shtunën nga imigrantët, por ende mbetin dhe 25.000 të padorëzuar. Sipas procedurës do të merren në administrim të gjitha fletët e votimit që do të hyjnë në kufirin shqiptar brenda orës 19 të datës 11 maj. Fillimisht ato ndahen në kutitë e qarqeve ku ka pasur banimin emigranti, ndërsa numërimi do të nisë menjëherë në KZAZ përkatësa. Procesi tashmë është në transmetim 24 orë e po ashtu bëhet e ditur se do të vijojë dhe gjatë numërimit.